Mirëmbrëma dhe përshëndetje zonja dhe të rëtëri. Ritakojmë përsëri së bashku, si çdo të hënë në orën 20:30 këtu në RTS Koça e më konkretisht në emisionin ton Sport. Do të përcjellim sot së bashku atë çka ka ndodhur, jo vetëm tek ekipi Skënderbeut, por edhe tek ekipi Pogradecit, Maliqit dhe Devollit. Natyrisht, këtu do të përqendrohemi tek futbolli. Kemi një fitore të ekipit të Skënderbeut në transfer që vazhdon udhëtimin e vet drejt Superligës dhe duke se është me hapa të sigurta. Një fitore minimale Gjirokastër, por gjithsesi edhe një gol mjafton për të marrë 3 pikë. Ndërkohë që ekipi Pogradecit me trajnerin Erit Çela nuk ka shkuar më shumë se barazimi. Ka qenë një ndeshje që ka patur shumë kontestime, si nga ana e Besës ashtu dhe nga ana e Pogradecit, por më shumë kanë qenë liçenorët, të cilët kanë kërkuar dhe menduar se në fund të ndeshjes ju takonte një 11 metrash për t'ia dhënë. Ne këtë pamje e kemi dhe ta diskutojmë këtu në studio me të ftuarit e mi. Ndërkohë që voleybolli ka qenë natyrisht në emocionet e veta maksimale. Kam parasysh këtu faktin sepse ka fituar ekipi i Pogradecit ndaj ekipit të Tiranës, një prej ekipeve pretendente. Një javë parë ka mundur Dinamon e natyrisht rikthehet përsëri tek ajo rrugë e mirë e fitoreve duke marrë kështu kryesimin në Superligën shqiptare të voleybollit. Ndërkohë që ekipi Skënderbeut nuk ka mundur dot t'ia dalë ndaj Dinamos ka psuar një humbje 0-3 në kryeqytet. Një ndeshje që natyrisht do diskutohet gjatë, por do të thosha kjo për faktin sepse ishte menduar që një ndeshje do të fillonte shumë shpejt në orën 18, por çuditëra shqiptare nuk pas kanë ndosur një ndeshje që përfundoi rreth orës 21. E natyrisht kjo ka efektet e veta. Megjithatë, është luajtur voleyboll dhe rezultati tashmë dihet Dinamo ka fituar në Skënderbeut me rezultatin 0. Surpriza të këndshme, por edhe të pakëndshme vijnë nga kategoria e dytë e futbollit, atje ku ekipi i Maliqit ka marrë fitoren e radhës duke fituar në transfer ndaj Shkumbinit me rezultatin 1-3, ndërkohë që para pak çastesh, para disa orësh ka përfunduar edhe përballja e Partizanit B me ekipin e Devollit, ku Partizani B ka fituar me rezultatin 5-0. Por gjithsesi miq, ata që na nderojnë në studio janë të ftuarit tanë, të cilët japin opinionet e tyre, por në të njëjtën kohë një falënderim shkon edhe për të gjithë ata që ne do të kemi sot në lidhje të drejt për drejt dhe nuk janë pak, janë shumë, edhe ata që do të japin opinionet e tyre nga gjitha anët e Shqipërisë, atje ku luhet futboll. E pra, kjo është RTS Koça, kjo është emisioni Sport ku sjell të gjithë atë çka ndodh në ekipet e kategorisë së parë, por jo vetëm. Do të kemi lidhje interesante, qëndroni me ne, do të kemi surpriza të këndshme në këtë emision. Ju ftoj të gjithëve të qëndroni këtu në RTS Koça. Mora pak minuta atë për duke hyrë në akt të ftuarve dhe po filloj prezantimin me Pandush Kapetanin. Pandush, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Duke sikur na kishte munguar pak, por gjithsesi u riktheve në shtëpinë e vjetër edhe ti. Gjithsesi rikthimi është më i mirë. Më i mirë, ë? Brendon Sali, i përhershëm në emision. Brendon, mirëmbrëma. Kënaqësi, faleminderit për ftesën. Të ka surprizuar në gjë këtë javë? Shumë thash në fillim të emisionit. Jo, besoj pak a shumë rezultatet që ishin brenda logjikës. Edhe këto që përmendet ti, nuk besoj se kishte ndonjë surprizë për këtë javë. Ildi Merolli, Ildi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Roman. Mirë se ke ardhur. Kënaqësi. Po e filloj me ju. Unë thash këto që kanë ndodhur, por natyrisht çfarë do të ndodhin? Po, unë në fakt dua ta nis me një lajm ekskluziv për sa i përket zhvillimeve të fundit. Nga informacionet që kam arritur të siguroj, skuadra e Partizanit së fundmi ka hyrë në negociata me trajnerin Ernest Gjoka. Ernest Gjoka, çfarë më thon? Po, dëgjoni mirë, edhe një Edhe herë kamera, edhe një herë kamerat e fokusojnë. Madje provova të kontaktoja me trajnerin, i dërgova 2 mesazhe, ai i pa dhe preferoi të eshte. Dhe kjo eshtje mi shton akoma më shumë dilemat për sa i përket të ardhmes së trajnerit Gjoka. Ma prishet gjithë skenarin e emisionit sot. Lajmi në fakt është nga burimet të klubit të Kuq, për të qenë të sigurt, domethënë nuk janë nga burimet të klubit Skënderbeut, por janë drejtuesit e Partizanit, të cilët kanë zbuluar. Tani jemi në një moment të tillë që Gjoka është në kontratë me ekipin e Skënderbeut, apo ta ka Elshon? Po besoj do ketë një lloj marrëveshje pasi kur bëhet fjalë për një kontratë më jorse nga ana ekonomike dhe duke ditur që Gjoka është një trajner kryeqytetas, besoj edhe nga situata e favorshme që ndodhe Skënderbeu, ndoshta palët mund të gjejnë dhe gjuhën e përbashkët për të pasur një lloj marrëveshje, duke qenë se dhe Partizani është një ekip që militon në elitën e Ildi mos zgjat më shumë për Partizanin, por unë do thosha që të gjitha portalet do të fillojnë tani ta marrin këtë lajm ekskluziv që kemi këte. Se besoj në vetë fakti që trajneri nuk e mohoi pasi i ka parë dhe të dyja mesazhet, madje më nisi një audio të çuditshme me Ja mund ta zbulojmë. Ishte një lloj muzike Dëgjoj, Ildi të lutem të bëte prezantime se më mërzitet pastaj Petri Kavangeli,
Petrik Avangjeli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Romi, është kënaqësi që Analizë gazetarët, çfarë të prezantojnë? Si të duash, Të gjitha, si okay. të duash. Ti japim kohë Ildit. Japim kohë Ildit sepse është Ildi, të lutem. material Ja, mund ta interesant. zbulojmë edhe audion, ishte Po. vetëm një, ja t'ja ngre pak Po. zërin. Ishte vetëm një muzikë 2 Ta sekondë. deshifrojmë tani. Ishte thjesht Çka do një. thotë po bien daullet? Shko, mund t'jetë Ndoshta gabimisht. ka qenë ka ose qenë gabimisht, po gabimisht. që të dyja Shko, mesazhet. Unë e kuptoj I kështu ka- pandosh, po bien daullet për të ikur. Unë nuk e besoj që të ndodhë, do jetë një mungesë e theksuar profesionalizmi Nga kush? nga të Trajneri gjithë, apo nga nga të gjithë, dhe nga Po. trajneri dhe nga klubi në qoftë se lejojnë këto gjëra. Skënderbeu është në rindërtim. Skënderbeu është, pse ti beson se vetëm Gjoka mund ta rindërtojë Skënderbeun? Askush tjetër. dëgjoj, është shumë domethënë se një trajner që ka zhvilluar një fazë përgatitore, që po është në krye të kampionatit, që ekipi është pretendenti kryesor për të dalë në Superligë dhe ti të largohesh nga ekipi, të lësh të gjithë punën e nisur, të gjitha gjërat. Gjithsesi ty në çudirat shqiptare ndodhin. Nuk duhet ta anashkalojmë dhe pjesën ekonomike, se nëse po flasim kot të Skënderbeu merr 3.000 euro dhe Partizani të ofron 7.000 euro, është shumë e klubi ti vështirë. ofron- Kontrata Tani kontrata dy Hyrtu në baset, se tani Kontrata- takon ty tysh. Tani shiko. kontrata duhet të respektohet. Unë nuk thash Jo, jo, asgjë jo, asnjë patjetër, fjalë dhe për Kemi Shkoj një lloj- kemi precedentin e freskët. Pa pa miratimin e shkuar shumë lart, presidentit, bëhet fjalë që të Ishte rasti, po them rasti- mund të jetë një Mirë, marrëdhënie. dakord, Atëherë- Pa dush japi një temë të tillë, domethënë në Atëre, këto momente tha, në ja qoftë- vlen të largohet tha, po jo tha. Shko tani, nëse ti, si klub Partizani, bën një pagesë kundrejt presidentit ton dhe pastaj pjesa tjetër se si i rregullojnë me ato pazaret me trajnerin. Por ti duhet të paguash presidentin ton një që ky Po ti mi mos do drejtën ta e ka shile. lega. Po jam Nëse- ose taka nëse e do nuk Shiko. bëhet, Po jam sepse- tani. Klubet- Po i mos do klubet- do iki Romi, Ili. Ke shembullin, ke shembullin. Varet nga marrëdhënia Shembullin me Gjo. Gozdenovicin. Gozdenovicin tjetër Njëjtin fillon gjë, nga po, Partizani këtu po dhe thoja. nuk e lëshoi klubi sepse El Partizani çote nuk ke donte të Elbasan. paguante. Po Jo, çote ke Elbasan. El U Çoj shkarkua kur- nga detyra Po Gozdenovici. shkarkua nga detyra, nuk u mor vesh ajo, u Si jo, shkarkua po jo, më apo shkarkua. iku tani. Si jo. Nuk Edhe ishte vajti shkarkim. pas 2 muajsh në Elbasan, nuk vajti Ekipi- direkt në Elbasani sepse ishte bordin akoma trajneri italian tek Elbasani. Po, pra, Shko, ma, ishin faktikisht mbyllur nuk ka shkuar muhabetet. pas 2 Jo, po, muajsh. ishte shkuar. Ai ka shkuar shumë madje Një madje muaj. disa portale thoshin që sa u nis ndaloi në Elbasan, iku nga Nga Kosha Kosha. ndaloi në Elbasan. Nuk vajte Domethënë, zërë në ki- Tiranë. Jo, kishte një Po, diçka, kishte, pra, shumë e- kishte. Domethënë kjo që ti Ildi, ishte do të saktë. lutem nëse të vjen një përgjigje, nëse Gjoka na ndjek, Po, patjetër, na ndjek me mundet kënaqësi ti se telefonoj Ildi me Në rollit. fund të fundit dhe- kjo është e gjitha në të mirë të shikuesve, se në fund të fundit edhe shikuesi Nice, meriton është më një shumë- Atëherë këto lëvizje pandush e nisi pak, sikur nuk e pranoj, pandush? Jo. Je Nuk e kontra. pranoj. Jo, edhe për mua do të jetë Po jo, ndofta mos menduar Se nga fakti ndoshta që nuk ndodh tani mund të ndodh në janar, po që ka një lloj interesi. Dakor, Ka. që Që ka një lloj interesi është interesi tjetër është tjetër. Pastaj se Edhe e një, gjen gjunë pavarësisht përbashkë. sepse ti mund të jesh president i klubit, klubi nuk është një dyqan ose një ndërmarrje, klubi është i tifozëve, është i qytetit. Më kupton? Dhe detyrimet që ke karshi qytetit, karshi tifozëve, karshi atyre që të mbështetin në shi dhe në breshër dhe në borë dhe në diell, janë të tjera në krahasim me klientët. Sportdashësit nuk janë klient. Kuptojmë, janë sa Sot gjëra siç që ka ardhur sporti profesor fatkeq në kjo kemi vajtur. ne nuk duhet nuk Edhe në Europë, në Shqipëri në forma nuk e tjera besoj- se nuk jemi në nuk ato e nivele besoj si në- Europa, në po Europë që që të ndodhë kjo gjë, megjithatë. po, domethënë kjo përbët e lajmin e parë. Ndërkohë që kjo ishte jashtë sferës, unë i thash Ildit, po ja le Petrik, çfarë do ndodh nesër në orën 16? Nesër në orën 16 Skënderbeu përballet kundër ekipit U19 përballet kundër ekipit të Aston Villës. Normalisht është një ekip me emër, një ekip me traditë në Angli, një ekip që investon shumë tek pjesa e të rinjve dhe bëhet fjalë për një ekip serioz që do të zbarkojë nesër në qytetin tonë. Shpresojmë që çunat të bëjnë një paraqitje të mirë dhe pse jo për të shpresojmë për një rezultat pozitiv, qoftë edhe barazimi do të ishte shumë i kënaqshëm për 19 vjeçar tan. Brendon, unë e di që ti gërmon pak. Po. Çfarë përfaqëson ky ekip? për Aston Villën. Po patjetër. Patjetër, ekip i qytetit Birminghamit, i veriut të Anglisë, klub siç po e thekte pak edhe Petri ka me shumë traditë, madje 2-3 lojtarë të skuadrës U19, megjithëse duhet thënë që në Angli nuk ka kampionat U19, është kampionati U21 dhe këta lojtarë një pjesë aktivizohen Luajnë tek aty. 21-shi. Tek U21-shi si kampionat që zhvillohet në Premier League dhe është një nga skuadrat më të konsoliduara të Premier League-s, edhe në vitet e fundit ka pasur goxha investime, por edhe në pjesën e të rinjve 2-3 lojtarë të kësaj skuadre, trajneri Emery her pas here i grumbullon me skuadrën e parë në stërvitje.
disa ende nuk kanë debutuar, por që janë në pjesë e storit, le të themi, deri tani, pra ti është pjesë e një skuadre që pretendon për dhe luajti sezonin e kaluar në Champions League si Aston Villa, nuk besoj se është pak. Dhe për më tepër sezonin e kaluar duhet qenë se sistemi i Championsit të rinjve lejon që skuadrat që janë në Champions automatikisht dhe skuadrat e tyre të rinjve të luajnë. Vjet Aston Villa ka luajtur me rival të nivelit Bayern, nivelit mund të shtojmë që u eliminua në fazën e 1/8 nga Barcelona, pra ka fituar me Juventus, ka luajtur me Juventus. Domethënë me sa duket do të jetë një përballje shumë e vështirë, po besoj më së shumti është një përballje historike për qytetin e Korçës dhe për Skënderbeun në 19. Atëherë, po besoj edhe në nivel klubesh nuk kemi luajtur asnjë me skuadra angleze. Unë dua ta nis atje ku e lat Juve, që është një përballje historike. Besoj që të vetmi vlerë që mund të ketë është përballja historike. Sa bukur është e ti që një pjesë e lojtarëve të U19-s editojnë në 21 dhe disa merren edhe në stërvitje nga trajneri Unai Emery. Atëre, më lind pyetja, sa nga lojtarët tanë janë gati për të hyrë në ekipin e të rriturve? Gati, se dim, po 4-5 lojtarë kanë qenë në 19. Është një temë që kemi diskutuar shumë dhe ju keni unë ja kuptoj mesazhin që ju kërkoni. Kështu që gëzimi im i madh do ishte që këta lojtarë vitin e ardhshëm të jenë pjesë e Skënderbeut, se sa një rezultat ndoshta edhe pozitiv. Më shumë një paraqitje pozitive. Më mirë të them një paraqitje pozitive. Por gëzimi im do ishte që disa lojtarë nga këta me jep mesazhin për gjithë sportastët. Mesazhi për gjithë sportastët që të gjithë jemi në stadium, t'i mbështesim çunat, sepse vazhdon Skënderbeu, është i vetmi ekip që vazhdon të korrë suksese europiane pavarësisht mungesës 10 vjeçare. Ky është hapi i parë i rikthimit të Skënderbeut europian që do me shpresë vitin e ardhshëm. Ildi, Taka ka qenë në Korçë gjatë këtyre ditëve dhe shumë interesuar për të ndeshje. Po natyrisht, pasi nuk është thjesht një ndeshje, një përballje, po siç e thashë pak më parë, është një vitrinë dhe një shans i artë për të gjithë këta djemë të rinj, pasi kjo ndeshje mund të ndryshojë edhe fatet e jetës dhe mund të çojnë në nivele që para një jave ndoshta si ke menduar. Ndaj edhe lojtarët duhet të japin atë maksimumin e tyre, jo vetëm për qytetin, por edhe për veten e tyre për të mos e humbur këtë shans. Natyrisht, domethënë çdo kush prej sportistëve do ta kishte ëndër dhe do të ngelet në atë që përsëritet me histori nuk të vjen dhe të kesh foto kur ke luajtur pas Aston por shumë nga ata lojtarë mund të shikojmë me ekipet e europiane dhe mund të themi që ja, ne kemi luajtur këtu. Për të bërë një batutë, Romi tani nuk na shikon Ernest Gjoka. Nuk kemi në emisionin thashë. Po s'ka gjë, është batutë që nuk i takon edhe emisionit tuaj. Atëherë nuk na shikon Ernest Gjoka, na shikoj Unai Emery ose ata skautët që mund të jenë në tribunë, kështu që motivimi i çunave do të jetë shumë i lartë. Okej, më dhe një mesazh shumë të madh, gjithsesi kthehemi tek realiteti. Ildi, fjala për ty, çfarë ka ndodhur këtë javë, kur Regjena ndihmon edhe me tabelën e rezultateve? Po, për sa i përket u luajtën duelet e kategorisë së parë, ku u regjistruan këto rezultate, Kuksi Laçi 0-3, Luftëtari Skënderbeu 0-1, Besa Pogradeci 1-1, Kastrioti Iliria 1-1, Korabi Lushnjë 2-0 dhe Apolonia Bureli 1-2. Ndërkohë që tabelën e klasifikimit natyrisht e kryeson ekipi i Skënderbeut. Për sa i përket renditjes, kryeson Skënderbeu me 19 pikë, i ndjekur nga Laçi me 13 pikë, Iliria dhe Bureli 11 pikë, Korabi i vendit të 5 10 pikë, Apolonia 9 pikë, Pogradeci në vend të 7 me 9 pikë, Lushnja 8 pikë, Luftëtari 7 pikë, Besa, Kastrioti dhe Kuksi mbyllin tabelën me 4 pikë. Para se të kaloj për të komentuar këtë renditje të ekipit Skënderbeut, pandush duhet të them që ne kemi marrë përsipër që të japim çfarë dos në kategorinë e parë. Jemi munduar dhe po mundohemi nga java në javë të shtrojmë të shkojmë më gjerë me gjeografinë tonë, sepse duket sikur kjo kategori e parë është pak e haruar, por gjithsesi edhe këtu luhet futboll i bukur. Unë jam shumë dakord me juve, me mendimin tuaj dhe me përpjekjet që keni bërë për të rritur shikueshmërinë dhe audiencën e emisionit tuaj duke e zgjeruar këtë hapësirë. Pandush, Skënderbeu 19 pikë. I shkëputur tashmë nga vendi i dytë, por ne sikur fillojmë bëjmë llogarit nga vendi i tretë, pasi themi se janë dy ekipe që do të hyjnë pikërisht në Super League. E pritshme kjo për ju që Skënderbeu të ndodhesh në këtë kuotë? Herën e fundit që kam qenë me këta djem, këtu kemi thënë që çudi e madhe si ndodhi kjo rënje. Skënderbeut nga kategoria. Gjithsesi,
atë që e nisa, dua të falenderoj për punën e mirë që është bërë me këtë ekip. Vetë largësia e madhe tregon që në ekip ne kemi diferencë, do të kemi një diferencë dhe kemi një diferencë të konsiderueshme. Jo, nuk po merre vetëm me pikët, e kisha fjalën edhe në lojë, si nivel, në paraqitje. Këtu kjo tash le për diskutim. Le për diskutim. Ka ishte ky. Jo. Edhe kaloj direkt tani. Po jam se unë kam thënë i pari këtë pjesë që se këtë ishte edhe ky pjesë. Unë po të marr tash në radhë të parë njëherë dua të them fjalët më të mira për rezultatet e arritura. Në qoftë se do hyjmë në këtë bisedë, mund ta shtjellonja edhe pak rezultatet e arritura. Po. Por hajde me që hyjmë në këtë bisedë mund ta ndërpresë ta kthej përsëri ku atje ku desha të dilni apo pasit. Të falenderonja ekipin e Skënderbeut për këto rezultate pozitive. Ajo që më bie në sy është golat. Golat e shumë. Golat e pak të shënuar. Po dhe pak të pësuar një. Edhe pak të pësuar. Tani dalim në dy aspekte. O niveli i lartë i Skënderbeut për këtë kategori ku është, o niveli i ulët i ekipeve kundërshtare. Është shumë i saktë profesori në analizën që O niveli i ulët i ekipeve kundërshtare për të pak kjo e dyta për momentin. Për të përballuar këtë Skënderbe. Megjithatë, do isha shumë i kënaqur. Janë disa rezultate 1-0. Po, edhe në minutat e fundit. Edhe në minutat e fundit. Atëherë çfarë të themi? Çfarë të themi? Po themi. Mirë, ka dy kuptime. Edhe besim që skuadra luan deri në minutën e fundit, po edhe ajo pjesa e fatit pasaj që normal. Shoqëron dhe skuadrat fituese, se skuadra fituese duhet të kenë dhe fat. Ne po fitojmë nga Fanella. Fanella tonë që nga shumë e rëndë për ekipet e kategorisë së parë. Përveç se nga Fanella ne po fitojmë, Skënderbeu fiton, se kam ndjekur disa ndeshje, Skënderbeu fiton sepse ka luajtur më mirë se kundërshtari. Patjetër. Kupton, Fanella është shumë e domosdoshme dhe shumë kumtiplot, por ne kemi luajtur. Ajo që më çedon mua në këtë analizë dhe në këto gjëra që kam parë, është mungesa e shënimit të golit. Mos shfrytëzimi i rasteve, mos koordinimi ku duhet në momentin e fundit, ose dhe më mirë të them, ndoshta mungesa e një lojtari që ka prekjen e fundit për ta dhënë për gol. Na ka munguar. Të më falin specialistët e futbollit, unë nuk jam specialist futbolli, por kuptoj dhe këtë gjë e shikoj. Sportin i parim ka. Dakord. Në qoftë se ata janë dakord me mua, me këtë mendimin tim. Një pasues, normalisht një numër 10 ose një fantazist deri diku, domethënë nuk është se ekziston se aktualisht si rol, edhe për shkak të skemës që ka Skënderbeu. Ndoshta nuk kemi atë liderin në ekip, na mungon një lider. Edhe lideri deri diku besoj se po, sepse nuk ka një, domethënë dikë me peshë, tash jemi mësuar normalisht me emra të tjerë me Skënderbeun e madh, po edhe brenda këtij Skënderbeut aktual ka lojtarë që mund të jenë lojtar punëtor, dikush pak më cilësor se tjetri apo dikush më me grind se tjetri, po ai lideri që le të themi të bënte bashkë 2-3 nga këto cilësitë në një futbollist që ta merr një si shembull dhe ta kishte si figurën kryesore, si emblemën e skuadrës, unë mendoj që ende nuk e kemi, ose mbase nëse është dikush duke u krijuar, do ta shohim në vazhdim të sezonit, po për momentin nuk besoj që e kemi. Edhe në qoftë se largohet Ernest Gjoka dhe vjen dikush tjetër për sërish Gjoka s'bën gola më. Skënderbeu do të shkojë atje ku ka për të shkuar, ku është nisur ky mision. Kështu që ndoshta edhe nëse largohet Gjoka vjen një trajner që luan pak më mirë, sepse Skënderbeu çështja e të ngjiturit në kategori superiore nuk është. Do ta ulë randin në stol. Po, një mund që të na dhuroj pak më shumë argëtim, sepse sido që të shkojë situata, Skënderbeu do të shkojë në kategori superiore, kështu që pak le të ikë edhe Gjoka po të ketë marrëdhënie të mira, le të largohet, s'ka problem. Nuk e kam këtë mendim për trajnerin sepse thash dhe pak para emisionit çdo trajner duhet respektuar maksimalisht. Çdo trajner duhet respektuar maksimalisht. Mua nuk më duket profesionalizëm në qoftë se kryet ky veprim. Dhe tash nuk kam asnjë skemi çfarë themi sepse nuk kam asnjë. Ne tash vendosim, e kupton, marr një hipotezë nëse ndodh, prap nuk do të ishte ndonjë problem shumë i madh për Skënderbeun, unë kështu e konsideroj. Pavarësisht se parimisht është shumë saktë shpjeguar. Unë këtë trajner e vë në është në trajnerët e mirë të Shqipërisë dhe pavarësisht është një lider reciproke, dhe duke qenë lider reciproke, mund të themi që kemi edhe një fat që kemi të trajner. Sidomos në këtë kategori të kesh të trajner. Duke qëndruar pak te kjo ndeshje, më ka bërë përshtypje diçka nuk e di kush dashur. E kam thënë në emisionin e kaluar, po e përsëris tani. Futim Tajon nga stoli dhe shënon. E futim Tajon titullar, e nxjerrim. Futim Gjinin ose Gjatën, shënon. Pa të çfarë këto.
Po shikojnë në dy ekipe. Kiezën po shikojnë Liverpooli që hyn në formacion dhe nuk shënon. Hyn nga Stoli dhe shënon. Edhe në Skënderbeu. Janë lojtar, duke se janë lojtar tipik. Duke që janë lojtar tipik kur për të futur nga Stoli në ato momente. Ose të lojmë me 10 dhe pastaj futim një bëm 11. Dhe lodhet pak sa skuadra kundërshtare, le të thënë, bie ritmin ato minutat e fundit, është konsumuar ajo mbrojtja dhe mund të gjej pak sa. Kjo tregon që diferencat midis lojtarëve, ata që luajnë dhe ata që janë në Stol janë të vogla, janë minimale. Po që duhet theksuar fakti se deri në këto momente Skënderbeu ka bërë mirë, le të them. A ka mundësi që të rritet më shumë, patjetër, po kur themi që jo loja nuk është mirë, jo situatat nuk në disa ndeshje caktuara nuk kanë qenë shumë pozitive, atëherë duket sikur po sulmojmë një ekip që ka arritur të shkëputë 8 pikë, po natyrisht që qëllimi i studios tua është që të shikoj Skënderbeun në maksimumin e vetë, për sa i përket të gjitha cilësive apo edhe për sa i përket rezultateve maksimale. Mos harrojmë edhe pjesën e disa faktorëve specifik që ka kategoria e parë, siç janë ndeshjet në transfer kryesisht, pasi një pjesë konsiderueshme e stadiumeve nuk është ta lejojnë luftari. Nuk lejonte stadiumi luftari për të qenë kishte ato mangësirat e veta, nuk t'jepat. Shikoja her pas here që topi kërcente në pasimet e shkurtra të tjerë, ndaj edhe në minutat e fundit u zgjodh ajo mënyra e lojës me krosime, me topa gjatë. Që në fund të fundit rezultoi edhe rezultative, ndërkohë që shto këtu edhe pjesën e falë minutës sa të komunikoj me regjinë. Regjia mund të më bëj lidhjen me Tomosheun. Kemi të parin në linjë është gazetari që ka ndikur pikërisht këtë përballje dhe duket se Tomosheun e kam në linjë në këto momente. Tomor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Është gazetari i RTS Gjirokastër, gazetari sportiv që natyrisht ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Tomor, duket që je në studio, jemi nga studio në studio, nga motra nga RTS Korça tek RTS Gjirokastra, motra e vlla, njëra me tjetrën. E më vjen mirë që të kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Por do të përqendrohem pak tek ai fakt, tek kjo përballje ku Skënderbeu ka fituar me rezultatin 1-0. Ka patur polemika pak në fund të përballjes, ne kemi komunikuar së bashku dhe më keni thënë që ka patur diçka që nuk shkoi. Dua një analizë tënde. Çfarë ka ndodhur në këtë ndeshje? Ndeshja mes luftëtarit dhe Skënderbeu ishte një ndeshje me dy tablo, do ta quaja, një pjesë e parë e interpretuar mjaft mirë nga Skënderbeu, kjo dhe fal kualiteteve që skuadra korçare ka në përbërjen e saj, ndërsa e dyta ka folur më mirë për luftëtarin, pavarësisht se luftëtari nuk ja doli të shmangte humbjet. Por futbolli ky është, luftëtari para se të pësonte gol pati shansin e mirë për të kaluar në avantazh me anë të Diamantit, por Diamanti nuk u tregua rezultativ përpara portës. E kështu që Skënderbeu pastaj me zgjodësimet e kryera nga trajneri, i mirënjohur tashmë Enes Gjoka, diti të përfitonte nga cilësitë, nga kualitetet, nga forca fizike dhe arriti të shënonte një gol që për hir të së vërtetës ishte një gol i shënuar për pakujdesi të mbrojtjes së Gjirokastrite. Tomor, një luftëtar që kishte bërë mirë të paktën në këto javë, natyrisht kishte qenë tek barazimit, mori dhe një fitore që natyrisht në Pogradec ishte me të vërtetë që la një shi mjaft të mirë. Duket se me Skënderbeun ishte çështje emocionale, ishte çështje aftësish apo rastësia përcaktoi 3 pikëshin e kësaj përballje? Thuhet në futboll dhe kështu është që fati është me skuadrën më të fortë dhe kjo ndodhi dhe në ndeshjen me luftëtarit dhe Skënderbeu. Por Skënderbeu, siç edhe thash pak më sipër, fal cilësive të lojtarëve Arsenalit që ai ka në përbërjen e tij, diti të triumfonte përballë luftëtarit të Brisht, një luftëtar që është ndërtuar në kampionat këtë sezon për të qenë mes 5-6 vendeve të para, pasi në përbërjen e tij ka shumë lojtarë të rinj, lojtarë që akoma nuk janë përshtatur dhe, si të themi, nuk janë automatizuar me njëri tjetrin. E kjo bëri që Skënderbeu të shënonte një gol që erdhi pas dhe zvendësimeve të zgjuara të trajnerit Enes Gjoka. Sa për sa i përket përfundimit të takimit, duhet të them se ishte një takim që sportdarësit Gjirokastrit të pranishëm në stadium Eduard Rokitën skuadrën korçare, por ky është futbolli që luan mirë, fiton, luan keq dhe fiton. E kjo i takoi Skënderbeu që e meritoi fitoren, po edhe pse duhet të thënë që ishte një fitore e vështirë për korçarët. Pasi luftëtari në pjesën e dytë tregoi vërtet forcë grupi, karakteri, shpirt gare në fushën e lojës. Tomor, nga ju, çka ju po shikoni deri në këto momente, pra nga kjo panoram, të paktën kemi Skënderbeu në krye. Për ju është rastësi apo Skënderbeu është një ekip që natyrisht ka përvojën? Kurse si Romeo nuk është rastësi për Skënderbeun,
Skënderbeu 2 dekadat e fundit, madje edhe pak më shumë ka shënuar histori në futbollin shqiptar, ka lënë gjurmë në futbollin shqiptar duke treguar performancë të shkëlqyer. E dini vetë shqiptarët e dinë se çfaraqitje ka bërë Skënderbeu në Kupat e Europës. Kështu që nuk është rasti, edhe pse Skënderbeu sezonin e mbyllu nuk ja doli të qëndronte në Super League, kjo edhe për fatin e keq të tij pasi u mund në shtëpi me Samputohet, por nuk është rasti që Skënderbeu presion. Skënderbeu është një kocë e fortë, Skënderbeu është për mendimin tim kundërshtar vetëm do të ketë vetëm vetë dhe asnjë kundërshtar tjetër për të ringritur dhe njëra tjetër ku i takon elitën e futbollit shqiptar. Kë mendoni se do të jetë ekipi që të shoqërojë Skënderbeu në Super League, nëse do të marrim të mirëqen faktin që korçarët janë ata që do të kalojnë. Kë shikoni ekipin e dytë? Po, Romeo është futbolli është I paraqitueshëm, por tani skuadrat e kanë krijuar, po e krijojnë pak a shumë profilin. Unë personalisht në mendimin tim do të konsideroj Laçin skuadrën që do të ndjeki Skënderbeun, nuk shikoj ndonjë skuadër potenciale, ndonjë skuadër me, po themi me përgatitje më të mirë se Skënderbeu për të kërkuar objektivin për të ngjitur në abisnet superiore, si kundër thashë që Skënderbeu për mua e ka prerë bileta për të ngjitur në abisnet superiore, ndërsa Laçi do të skuadra që do ta ndjekë pas hapi. Nuk preshtohen dhe surprizat, por nuk shikoj një skuadër që të jetë vërtet kërcënuese për Skënderbeun e Korçës. Tomoshiu, të falenderoj shumë dhe besoj se bashkëpunimi jonë do të jetë gjithmonë, do të jetë edhe në javën e ardhshme për të diskutuar për kategorinë e parë. Faleminderit kolegu tonë në TRT Gjirokastër Tomoshiu. Të lutem Romeo, është kënaqësi që komunikova me ju pasi unë për Skënderbeun kam nostalgjinë e hershme. Natyrisht, ke jetuar një kohë të gjatë aty në Korçë dhe njoh mirë Skënderbeun e Korçës dhe kam shumë debulesë për Skënderbeun. Ju uroj suksese. Ashtu që urojmë edhe ne luftëtarit e Gjirokastrës, pasi është një ekip me traditë dhe meriton të qëndroj atje në kategorinë e parë, e pse jo edhe në Super League. Faleminderit Tomoshiu për këtë lidhje të drejtë për drejtë që kemi pasur në këto momente. Pandush, dëgjuam nga Tomori pak a shumë, dha një panoramë të asaj çka ka ndodhur. Domethënë, ai tha dhe ju e tha në studio që Skënderbeu qëndroi pak më lart në këtë ndeshje se luftëtari. Pa diskutim. Siç e dëgjuam dhe nga gazetari i Gjirokastrës, ishte tabloja ajo që thamë, luati më mirë pjesën e parë, pjesën e dytë e rriti lojën ekipi i Gjirokastrës. Gjithsesi, Skënderbeu ka lojtar, ka cilësi brenda, ka punë, ka grintë dhe është ekip pretendent, ekip i punuar për të dalë në kategorinë. Ndërkohë që luftëtari është një ekip që ka erdhur nga kategoria e dytë, në kategorinë e parë, por gjithsesi me rezultate shumë të mira. Me rezultate shumë të mira dhe deri aty ku e shpuri lojën luftëtari, mund të thuash një bravo për punën që ka bërë ajo ekip. Ajo që na intereson ne është ecuria pozitive e Skënderbeut, këto ndeshje të lehta në letër, por të vështira në fushë duhet jenë një mësim për të gjithë ekipin që duhet ta zgjidhë ndeshjen pa e rrezikuar. Rrezikovi luftari mund të kishte bërë gol dhe mund të kishte erdhur o me barazim o me humbje, që nuk do ishte 6 pikë. Është një largësi e konsiderueshme. Diferenca karshi ekipeve të tjera të bën që lojtarët të hyjnë më me besim, të hyjnë më të lirshëm, të zgjidhin më lehtë. Larg presionit psikologjik. Sepse nga njëherë dhe pikët të shpihen tek presioni. Po, jam i bindur që javë pas jave Skënderbeu do të arritë këtë largësi me ekipet që e ndjekin. Do të arrit apo fillon lëshonën çik kështu? Ajo nuk dua, ajo mbetet për tu parë. Jo, sikur bie thua ika tani 9 pikë para, 12 pikë para. Kjo është tjetër mesele, unë të vetëm me frikë, po deri atëherë dhe kam mbaruar. Jo, Tomori tha, Skënderbeu ka kundërshtar vetveten. Po, atë po themi dhe ne, Skënderbeu ka kundërshtar dhe po e themi që javë me javë do të arritë largësinë. Të vetëm kundërshtar që ka Skënderbeu ka vetveten, por uroj që të kemi në favor të Skënderbeut të kemi edhe një dimër sa më të butë, sepse në qovë se vështirësohet dimri në Korçë dhe seanca stërvitore për ekipin bëhen më të vështira. Ose ndoshta vështirësia brenda vjen në janar kur edhe mund të largohen disa futbollista. Këtë deshën teshe sikur ta kuptova ai. Po, besoj domethënë ajo një përveç largimit të trajnerit që do ta shohim historinë se si do vazhdojë, janë pjesa nëse do psohet skuadra në janar dhe çfarë lojtarësh do vinë më pas në mercato. Dhe kush mendon se mund të largohet që do psohet ekipi? Po na sëri portieri besoj. Dhe portieri. Portieri po. Besoj është pikë e fortë. Okej. Ideja është ta lidhur pak me ndeshjen sepse e ndoqa me vëmendje dhe ka qenë deri diku si ndeshje e ngjashme deri diku me derbin që luajtëm në Pogradec, një ndeshje shumë taktike, terrenin ka qenë shumë i keq, nuk e di pse Gjirokastra ka pasur terren më të mirë në stadium, nuk e di pse ishte kaq në nivel. Se s'e bëre pyetje Tomori.
Po, s'erdhi radha, si mundësia, leta gjeta mori e presim përgjigjen javës tjetër. Rinovuan dhe në fillim të sezonit, po si duket toka nuk është e përshtatshme. Jo, nuk duhet në një investim tjetër besoj nga mirëmbajtja nga bashkia, nuk e di ku ka çaluar problemi ose investimi nga federata, po që Vetë prezenca Këto trajtohet ka duhet duhet rregulluar jo sepse dhe luftëtari që një skuadër, sepse e pam dhe në Pogradec që ditë të luaj shumë mirë me topin poshtë dhe ai terren e pengon jo vetëm Snerbeun, po e pengoi dhe luftëtarin të luante një futboll të mirë atë ditë dhe pak para rastit, 5 minuta para rastit në pjesën e dytë që përmendi kolegu nga Gjirokastra të Diamantit, ka qenë rasti Tajos po ashtu me kokën në qendër të zonës që ka shkuar pak topi mbi travers, që edhe ai mund të kishte një mundësi që kishte kaluar Snerbeu pari në avantazh para atij kundër sulmit luftëtarit, por që në tërësi ishte ndeshje me shumë pak raste, domethënë shumë pak raste të pastra dhe vendosja e gol në fund dhe prandaj thash ishte pothuajse ngjashme me atë thjesht minuta ndryshe nga minuta 93 në Pogradec, minutën e 86 në Gjirokastër. Po që një transfer të vështirë që besoj dhe ekipet e tjera që teorikisht pretendonim se do ishin rivalet të Snerbeu do lënë pikë, kështu që për Skënderbeu një 3 pikësh me vlerë dhe që jep një qetësi akoma më të madhe në krye të rendit. Ildi, e frikshme kjo diferencë? Po besoj është e konsiderueshme mund ta themi pasi E frikshme për kundërshtarët? për kundërshtarët po, domethënë e shikoj shumë. E shikoj se shumë Skënderbeu iku dhe le të vazhdoj punën e vet Skënderbeu Po ne shikojmë. unë uroj që Skënderbeu ta vras pse jo sa më shpejt garën. Ta vras sezon. Ta vras garën që më të ketë shkëputje akoma më të madhe për arsyen që të filloj të jap më shumë minuta lojtarëve të rinj. Për mua do të ishte një sukses i dyfisht nëse përveç ngjitjes dhe fitimit të trofeut në kategorinë e parë, të kishim pse jo dhe 2 lojtarë të fituar nga ekipi të rinjve, të cilët mund t'i kishim kontingjent për sezonin e ardhshëm. Petrika, për të gjithë ata që kanë hapur natyrisht televizionin, unë e di që shumë më shikojnë në orën 20:30, por për ata që kanë erdhur në këto momente, çfarë do të ndodhë nesër në stadiumin Skënderbeu, një thirrje? Ne situam pak edhe më përpara, presim të ketë një numër të konsiderueshëm tifozë sepse kjo lloj ndeshje Skënderbeu U19 përballë Aston Villës dhe kjo lloj ndeshje është një ndeshje kartolin për koshën, për qytetin, për ekipin, për të gjithë. Një diçka që mund të trajtojmë, kjo pjesa e biletës, nuk e di kush nga UEFA se ngela disi befasuar në ndeshjen me Skaldes, një ndeshje. S'kish bileta? Jo, kishte bileta. Jo, ishte me biletë dhe kjo është detyrim nga UEFA, nuk lejon ndeshje pa bileta. Po, ndoshta është kusht nga UEFA, se natyrisht një ndeshje 10-0 me një kundërshtar si Skaldes duhet të përdoresh një politikë tjetër për t'i afruar tifozëve. Tani ju thatë biletet, ju bë thirrjet për çdo stadium. Atëherë t'u them dhe unë një tifozëve? Po. RTS Korça po bën të gjitha përpjekjet për ta pasur ekskluzivitetin e transmetimit live të kësaj ndeshje. Nuk e di se sa do të realizohet. Sot ka patur bisedime. Drejtuesi i këtij institucioni sa do shylli me kryeredaktorin Llazi Saro, kanë kontaktuar edhe me përfaqësues të UEFA-s për ta pasur mundësinë që kjo ndeshje të transmetohet këtu në RTS Korça. Se sa do të arrijmë, kjo është për të parë sepse ndoshta edhe ne nuk kemi kaq përvojën e madhe në ndeshje të tilla, domethënë kur vjen pavarësisht sepse është një ndeshje ndërkombëtare. Por gjithsesi miq, nëse ne do ta transmetojmë, ju do të njoftojmë të gjithëve për të qëndruar në ekranin e RTS Korçës. Por Petrika thotë jo, shkoni në stadium për ta ndjekur live të ndeshjes sepse do të ngelet në histori. Mirë do ishte që të shkonim në stadium dhe të shikonim të ndeshje sepse jo shpesh na takon që të shikojmë Aston Villën, edhe emrin Aston Villa në Korçë. Do jetë pozitive shumë sikur ta japë dhe të transmetohet nga RTS Korça. Se mos për diasporën tonë që kemi shumë jo të madhe jashtë. Po dhe për njerëz të tjerë dhe për moshat e vitra tjetër dhe që s'kan mundësi të vinë fizikisht. S'ka mundësi të vinë fizikisht. Është ngelet në arkiv, ngelet në fundit ky është misioni jo. Ky është misioni i kësaj. Gjithsesi është një sukses, si ta quaj, domethënë pjesëmarrja e Skënderbeut në këtë nivel dhe ndeshja. Urojmë dhe shpresojmë që të jetë një ndeshje me nivel. Por ne rikthehemi përsëri tek futbolli luajtur dhe do të përqendrohemi tek ajo ndeshje që ekipi Pogradecit ka zhvilluar ndaj ekipit të Besës. Ka qenë avantazh Pogradeci me një gol të shnuar, më pas ka barazuar Besa, në çastet e fundit ka patur shumë kontestime. Regjia në këtë çast mund të më jap kronikën për të parë më mirë se çfarë ka ndodhur dhe rikthehemi në studio për të diskutuar dhe pastaj natyrisht ne do të mundohemi të kemi një lidhje edhe nga kampi pogradecar, por gjithsesi regjia do të bëjë të gjitha përpjekjet e veta për të patur kapitenin e këtij ekipi. Por le të përqendrohemi pikë së pari tek kronika e këtij takimi.
Një javë 7 me surpriza dhe adrenalin. Ditën e diel u zhvilluan 6 përballjet e kategorisë së parë. Në rrjetin e radio televizionit shqiptar u transmetuan 2 sfidat më interesante. Besa duhet të presë ende për fitoren e parë ndaj Pogradecit. Kavajësit nuk shkuan më shumë se një barazim 1-1, duke vështirësuar më tej situatën në klasifikim. Gresa shënoi në minutën e 15 për Pogradecin, ndërsa Beqa barazoi me një kryevepër në të 49 minutë. Një rezultat që la të pakënaqur liçenorët, të cilët pretenduan për 11 metrash në fundin e ndeshjes, ndërsa për Celën mund të konsiderohet një pikë e artë në debutim në një transfer të vështirë. Kastrioti Iliria përveç barazimit 1-1 u karakterizua nga një luftë sportive, aty ku kryesori Maleta u detyrua të nxirrte nga xhepi i tij 9 kartona të verdhë, përfshirë 2 për gjinollarin e Kastriotit. Krutanët ishin ata të cilët kaluan të parat në avantazh me Hoxha në minutën e 15, ndërsa Pietraj barazoi për Ilirin në të 77-ën. Një barazim që nuk i lejon Kastriotit të marrë frymë në klasifikim, vendi 11 me 4 pikë, ndërsa Iliria pas 3 fitoreve rradhazi ndal vrullin në momentin e gabuar. Megjithatë, qëndron në 3 vendet e para. Në përballjet e tjera, Skënderbeu dhe Laçi bëjnë detyrën, Korçarët fitojnë minimalisht ndaj luftëtarit në transfert, ndërsa Kurbinasit i japin debutimin e hidhur në Stol Bledar Devollit, që me kuksën e tim poshtet 0-3. Burili fitoi në transfer ndaj Apollonis 1-2, ndërsa Kurabi mori një sukses 2-0 ndaj Lushnjës. Kjo është një kronik pra e përgatitur nga RTS Sport dhe nga kolegu ynë Enos Karco, i cili i ka bërë një përmbledhje, por ne do të përqendrohemi tek ajo ndeshje, tek ai barazim i ekipit Pogradecit me rezultatin 1-1. Pandush, trajneri i ri, barazim 1-1, shumë kontestime. Duke sikur Pogradeci është një kantier ndërtimi që vazhdon të ndërtohet me futbolliste që afrohen, me trajner që largohet, me një trajner të ri. Nuk e di, po Pogradeci duhet kishte stabilitet me atë që ka arriti vit. Duhet të vazhdonte në atë rrugë që ishte nisur. Mirë, por ju e vetë e thatë, lëvizje trajnerësh, lëvizje sportistësh, lëvizje futbollistësh, mos ndofta gjetjet e duhura, presin rrugën. Prandaj duhet një stabilitet në ekip, prandaj duhet një menaxher i saktë dhe i zoti në ekip, prandaj duke këto gjëra bëhen që në Bear vjen pikat mbi që ekipi do të mos është çështje përvoje? Ndoshta edhe çështje përvoje është në menaxhimin e një ekipi futbolli ashtu siç duhet, dhe prandaj themi që roli menaxherial në ekipe është shumë i domosdoshëm. Gjithsesi, shpresoj për një paraqitje më të mirë të Pogradecit, për vetë kënaqësisë që është miku tonë i ngushtë i Korçës Pogradeci, por dhe për atë çka ju dhurovi sportdarësve vitin e kaluar, shpresojnë në më të mirë në Pogradecit. Petrika, një Pogradec që natyrisht të priste të kalonte tek ai momenti fitores me një trajner të ri, por gjithsesi pati përballë një besje, dhe ajo ka kualitetin nga ana vet. Po, nëse unë jam i bindur që nëse do të ishte një kundërshtar tjetër. Petrika, të lutem, do të respekt patjetër për kapitenin. Edhe për ju. Zguro mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve aty në studio. Faleminderit që me ne për të diskutuar, ne para pak qasesh sa po dham kronikën, natyrisht e gjithë të kanë thënë për atë moment, ndofta ne na ka lënë përshtypje ai çasti i fundit, ai moment kur Pogradeci kërkoi për 11 metrash. Në këndvështrimin tuaj ishte kjo pika që ndofta ju ka ngelur si më peng nga gjithë ndeshja? Shiko, me thënë drejtën si futbollist profesionist që jemi, duhet me u anku te gjyqtari, po duke u bërë rrugë tani ndeshje me luftëtarin brenda, vjen një gocë që më vjen keq, po s'ja ka berin futbollit, vjen aty një qytet që po bën investime të mëdha për të rikthyer në Super League, vjen na dëmton në rënd. Hajde, ja lam se s'di. Vim tani me një gjyqtar prap i ri, nuk e njihsha fare herë parë që e shifsha. Ndodh prap kjo lloj gjëje, qofse gjinë unë ja ku jam pamjet. Po. Shikësh zotit si jemi më para 10 vjetësh që s'ka pas kamera. Tani po, ja, ky është momenti zguro. Ky është momenti, të lutem zguro. Një moment pasi nuk po e marr nga ju, po marr opinionin nga të ftuarit që kam në studio. Po e filloj me Padushi. Padush, ai moment çfarë është? Ai moment që këtu ku jemi ne tregon penallti. Predon? Po. Edhe për mua është penallti, megjithëse kamera kendi është shumë i largët, nuk e shkojmë dot ndërhyrjen katër nga afër, po nga larg duket penallti. Penallti, po kam një pyetje ose një informacion, dua të di si funksionon vari në kategorinë e parë. Kishte var zguro? Jo. S'kishte var fare valla. Me pas var
Në Pogradec pas kishte varit VAR me në ndeshje me luftëtarin. Pse këtu nuk Ishte kishte? kushtëzuar nga stadiumi për shkak se stadiumi Luzit nuk i Më ofronte mirë tani këto janë Ajo histori është me regji qendrore, ajo është me regji Është me qendrore. regji qendrore, s'ka lidhje fare me pozicioni kamerave nuk ke Ma mundësi. kot tani Po zgura. Me informacione që kam unë e di që ekipi Besës ka kërkuar tjetë ndeshja pa VAR. Pra, kjo të lidhë të dyshosh Sharon të gjitha. ndofta No comment. momenti i ati 11 metrash që zguro, domethënë me të drejtë thotë të gjithë në panel këtu në studio më pranuan Po që kjo- ishte 11 Penalti metrash sade, për ishte ekip. në ato Ndërkohë i kthemi penalti pak tek sade. loja Pjesë zguro. detyrim kam përshtypjen. Keni Jo, qenë kam një- një ekip që keni dominuar Është me zgjedhje. ndaj Besës. Kam një pyetje të gjithë aty e njihni sportin, si ka mundësi mbrojtësi Besës mbie mbi lojtarin ton? Se ka rënë lojtari jonë dhe mbrojtësi Besës është këmbë. Ai Po, bie po, po. mbi lojtarin ton. Jo, te penaltia është e Zguro qartë. ne të gjithë e pranuam këtu që ishte 11 metrash dhe ashtu siç tha dhe ju fal pamjeve, regjia mundet të më jap edhe një herë pamjet, fal pamjeve që sot ne mundet domethënë të kemi dhe të siguruara, jemi më të qartë si për ju, si për opinionin, pra për të thënë që ky Pogradec nuk po flet kot, Zguro si kapiten nuk flet kot. Po. Gjatë lojës, ndërhyrje të pastra nga ana jon, faule normale, direkt kartona të verdh. Ekipi Besës as një karton të verdh. Na Po Gjashtë kartona të verdh sapo ka filluar pjesa e pjesa dytë. arbitrin në fundin e ndeshjes. Zguro për si episodin. kapiten, më thotë E Ildi, pash që po diskutonte. po diskutove me gjyqtarin, çfarë komunikove, çfarë the? I vajta i thash për çfarë arsye nuk e jep vëlla, se po bëhen investime të mëdha thash. Po. Po një javë më përpara ajo goca, tani ti nuk dinte çfarë të më theshte, jo tha po unë për çfarë arsye më përgjigjesh. Po. Ishte i shokun fare, si ta si lloj përgjigje. Atëherë Edhe kur ka mbaruar pjesë e parë ka nyer stafi Besës i kanë bërë jashtë presion, se mbaroi pjesë e parë 0-1. I kanë nyer në dhomat e zhveshjes arbitrit, i kanë bërë jashtë presion. Të akuza të rënda. Ndërkohë, Zguro, për sa i përket ndoshta këtij barazimi, kësaj ecurie, ju besoj nuk e keni humbur besimin që ky Pogradec do t'ja dalë apo ja? Nuk kam asgjë me ekipin e Besës, të kuptohemi, janë profesionistë, por disa gjëra duhen thënë. Qofse Po. gjenjë unë aty janë 60 veta poshtë, 30 lojtarë tanë, 30 Besës, e panë edhe ata dhe ne. Stafi Besës, presidenca Besës i ka bërë presion arbitrit kur ka mbaruar pjesë e parë. Tani disa gjëra të vërteta duhen thënë. Jo natyrisht, ne për to jemi sepse Ndoshta e marrin dhe portalet e mund ta shkruajnë, mund ta bëjnë, unë po duan, nëse stadiumi ka kamera, konfirmohet lehtë. Nuk mund të lejohet ty presidenca poshtë e arbitrit. Normalisht kjo gjë mund të kenë dikur tek ai, derisa s'ka dhënë penalltin. Sepse është penallti e pastër fare. Unë po flas për pretendimet e jona, ndoshta Besa mund të ketë pretendimet e tyre për gol, se edhe atyre ju është anulluar një gol pjesë të parë, arbitri e ka ngritur për offside. Ndoshta ata mund të kenë pretendimet e tyre, nuk e di. Unë flas për pretendimin tim, është penallti 100% penallti kartoni kuq. Ajo offside i pavarë Shiko, dallohet do të s'ke. Zguro, mua më Jo, pëlqen- të jem realist, sepse duhet Po. thënë, po ato janë për Besën, unë s'mund të flas për mund t'jetë, Besën. po Jo, pikërisht, Zguro, pikërisht kjo më pëlqen tek ju. Ju jeni realist, ju thoni, me sa kuptova që edhe nëse se ishte gol i rregull dhe anullohet, ti jepet Besës, por edhe Pogradecit ti jepet ajo që meriton. Normalisht, Po. edhe fallet. Nëse ti mu më jep karton të verdhë, unë s'mund të hyj dot më se jam i kushtëzuar. Ai na drejt për dha drejt, 7 kartona të verdha. Sa? Sa filloi pjesa e dytë. 7 kartona të verdhë. Dorë për dorë, kush hynte nga ne, kush bënte fall, direkt të verdhë. Kush hynte prap direkt të verdhë. Ja edhe një momenti Zguro, edhe një momenti. Është shumë e pastër. Është shumë e pastër këtu, Se do ka të dhe thotë intensitet ndërhyrja, Duhet ka të dhe jetë me intensitet. gjuhë, me gjuhë dhe e treq me Dora më dorë. shumë se sa gjuri, po, dora më shumë. dora, gjuri, intensiteti Të gjitha, e mo, veprimi të gjitha, specifik, po. të gjitha janë bashkë atje. Mundje. Jo, mos ka shans, ai mos e ketë para të kështu që mund të ketë të vërtetë në gjitha këto që po thotë Zguro. Tani të vinë një ekip me pretendime. T'ja hash hakun, vjen luftëtari pa pretendime, ja jep atë që duhet dhënë, si pas arbitrit Allah më jepja. Okej, ja dhe, po na jep dhe neve më vlla, kur është për t'u dhënë. Po. Duhet dhënë të Vinë gjithë, njerëzit s'ka- të ekipet Pogradec, Korç, luajnë futboll, ikin pastër fare. Ju japim dorën, fitun, bravo. Po jo tani edhe dalim neve pastaj të peqim, më kupton, se kërkove të drejtën këtu delikeq, më kupton. Ja, të drejtë kërkohet Zgurot. Edhe ne prandaj ta japim mundësinë në ekran ta kërkosh të drejtë dhe ne për të drejtën jemi në Qysh futboll. që jeni si emisione që e flasim diçka, nuk zgjidhim gjë, po të paktën themi diçka, më kupton. Të shikoj dhe opinioni se çfarë ndodh.
Jo, ndofta edhe vetë ata gjyqtar duhet të kuptojnë që gabime njerëzore dhe ne i kuptojmë, por kur e tekalojnë atë njerëzore. Shife arbitrin të video sa afër është. Këtë dua të shikoja edhe një videon ku ishte pozicionimi i arbitrit. Ka qenë shumë afër Brinit. Shumë afër arbitri ka parasysh prap kishte kënd shikim. Po ta kishte. Zguro takimi radhës me kë ka Pogradeci. Tani presim Kastriotin. Në qoftë se nuk fitoj me ish bluzat me ikfare pastaj, çfarë më thon? Po pozitive është fakti se ka dhe rikthime të rëndësishme, pasi duhet theksuar. Jo, të paktën Ildi më thot, keni pasur shumë dëmtime, shumë mungesa në këtë ndeshje? Shënoje po do me screen record me kë se ti e di që unë i mbaj fjalë dhe e vjet kur kam thënë do kapim play-offin dhe do jemi deri në fund për të ngjitur. Nuk më besonit aty në studio, nëse të kujtoj. Ja të kemi besuar, ma është në YouTube videoja, kështu që i ke edhe në YouTube, ka shumë sakt me rolli, kështu që shënohet tani se unë i kam pak qef deklaratat, që shumë shpejt brenda dhjetorit. Po. Kur mbaron domethënë dy fazat e para, besoj që do jemi shumë afër me pikë me Skënderbeun, shumë afër. Do ishte kënaqësi e madhe që Skënderbeu dhe Pogradeci do lëvizi, shënoje dhe do ta nxjerrësh. Këtë e kam parashikuar edhe unë në studio dhe në emisionin e para. Dhe do ta nxjerrësh në video këtë që po them në dhjetor pastaj. Do lëvizi me 3-4 pikë do e diferenca Skënderbeu nga ne. Gjo, zguro, ne do të jemi në lidhje të drejtë për drejtë javë pas jave së bashku. Tani unë e jap, ndoshta nuk mund është e mirë me thënë, por unë e jap këtë lloj deklarate duke parë ndryshimin që ka ndodhur me ardhjen e trajnerit të ri, me Grinden, me mënyrën që shoh ekipin, domethënë dhe e pash këtë gjë dhe këtë javë me Besën. Kishte momente shumë të mira dhe ekipi Besës, po kishte momente shumë të mira edhe ne. Domethënë kishte loja 5 minuta luante ekipi Besës, 5 minuta lunim ne. Domethënë dukshë ajo lloj Grinde që ishim një ekip tjetër domethënë. Kështu që urojmë të shpresojmë që me Çelën Brumi është dhe besoj shumë që inshallah kemi për të për që këtë javë kemi për të filluar me marrë ngritjen. Dhe duke njohur dhe kampionatin shqiptar dhe duke parë që dhe Skënderbeu nuk është se ka luajtur në fushat e vështira, prandaj besoj që mund t'i kapim. Pavarësisht luani dhe ju atë. Pavarësisht se janë shumë pikë larg. Po ne do luajmë, po ne e presim Kastriotin këtë javë, kurse Skënderbeu shkon javën tjetër në Kastriot. Ne e presim brenda, ata shkojnë jashtë. Jeni 8 pikë larg, kush që ka kohë. Zguro, më vjen mirë, por që gjithsesi i kam bërë pak llogaritë edhe unë, Ildi, megjithatë ja kem kohë. Del në dhjetor, besoj se del ajo diferenca, se janë shumë pak ndeshje. Por që unë e kam thënë, kam dëshirë të ngjitemi të dyja ekipet. Pa dyshim, kjo është besoj në lojë, për vendin e dytë është shumë në lojë, nuk është larg. Zguro, javën e ardhshme besoj do të kemi në studio. Besoj që ju e keni marrë rrugën drejt asaj gjëje për të gjithë. Je shumë i mirë Zguro, je shumë i sinqert për ato që thua, të falenderoj. Por besoj se javën e ardhshme do të kemi këtu në studio, do të ballafaqojmë me panelin. Mbaroj edhe këtë dhe ika. Kështu që besoj ju e keni marrë rrugën për të ngjitur dhe unë du me shpirt me ngjit Skënderbeu sepse kam luajt aty 3 vjet edhe ju na të rrugini, Do të ishte e bukur Zguro. Skënderbeu tu merrte për dorë edhe të ishit bashkë. Kështu që inshallah Pogradecin ne ti bëjmë bismetin. Ju uroj suksese për emisionin edhe do jemi në kontakt. Faleminderit Zguro. Faleminderit Vangel Zguro, kapiteni i ekipit Pogradecari ishte në këtë moment, na sqaroi shumë situatën. Por ndërkohë ne do të kemi një lidhje tjetër, regjia do të më përgatit pasi për të qenë transparent. Kështu thot Pogradeci, të dëgjojmë shtot nga ana tjetër, ekipi i Besës, regjia do punojë në këtë çast derisa të më njoftojë. Ndërkohë duket padysh, domethënë po qëndroj pak tek ai moment që u diskutua shumë, ishte problemi 11 metrëshit, domethënë të padhen. Është një problem i madh, po mirë, po ka ndikime në kategorinë e parë dhe ka ndikim direkt në cilësinë e kampionatit. Cilësia e arbitrimit ka bie direkt me cilësinë e kampionatit, me cilësinë e ekipeve, me uljen e ngritjen e një ekipi. E kupton ti se çfarë ndikim psikologjik do kishte tek Pogradeci një fitore? Po. Me Besën. Ta filloni rrugën, jo me Kastrioti, po ta filloni tani. Që tani do ta kishin filluar rrugën e morali është shumë i rëndësishëm. Megjithatë, Pogradeci ka përvojë të madhe në këto kategori, di vështirësitë e këtyre kategorive dhe shpresoj që dimët do ta kalojnë. Ildi, deklaratë e Zguros, do të jemi atje me Skënderbeu. Moral, bindje. Natyrisht, besoj mundësi, cilësi të gjitha i kanë, thjesht duhet
që t'jenë të përqendruar dhe të marrin maksimumin në çdo ndeshje, pasi dhe diferenca me vendin e dytë që është Laçi është vetëm 4 pikë, pra një diferencë Ildi, më falësh një moment se regjia më njoftoi në këtë çast që kam Fatmir Efice në lidhje drejt për drejt. Fatmir, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romeo, ju dhe të ftuarve tuaj. Besoj, po na ndiqje para pak çastesh? E vërteta është që unë ju ndjek me shumë përzemërsi, sepse jeni një studio vërtet simpatike, me analiza mjaft korrekte të ngjarjeve sportive dhe mbi gjitha me një zë të mençur, ide të kthjellta dhe pasqyrime shumë objektive të materialeve që përcjellni për teleshikuesit korçar dhe jo vetëm. Faleminderit Fatmir. Para pak çastesh Zguro tha ajo që diskutua shumë, ishte problemi aty 11 metrëshit, por në të njëjtën kohë Zguro për hir të së vërtetës dhe për të qenë transparent tha, dhe Besa ka shënuar një gol tha dhe është anulluar. Unë nuk e di tha si ka qenë, por gjithsesi ai më shonte shumë faktit që ishte 11 metrësh për ekipin e Pogradesit në momentet e fundit. Çdo sy i lirë, i çdo tifozi në stadium, jo më i njerëzve që janë specifikisht në vendin e duhur kur ndjekin ndeshjet, sepse gjykojnë edhe mbi këto momente që ju thoni, tregon qartë që edhe goli i anulluar i Besës ka qenë krejtësisht i pa drejt i anulluar nga kryesori nga qyteti i Lezhës Çokaj, Geraldo Çokaj, po kështu edhe mosdhënia e 11 metrëshit për Pogradecin në një farë mënyre, ky gjyqtar i ri ka vepruar si kanë vepruar dikur gjyqtarët e vjetër shqiptar që mbanin në ekuilibër ngjarjet brenda vetë ndeshjes. Dhe Fatmir të lutem, pra ju thoni që ky mbajti balancën, me që ja hoqi një gol ekipit të Besës, nuk i dha dhe 11 metrëshin ekipit Pogradesit. Por do thënë që kjo është shumë e vërtetë që ka ruajtur balancat, por duhet të thënë që Besën e ka ndihmuar fakti që shënoi shpejt në golin e barazimit në fillimin e pjesës dytë, sepse nëse s'do të kishte ndodhur kjo nga një Eurogol i shënuar nga Fabian Beqia, do të kishte patur një tjetër rrjedhë ndeshja dhe Besa rrezikonte të dilte edhe pa pikë. Mund të themi që Besa filloi pak atë ngritjen apo ringritjen, quaj si të duash Fatmir. Po e bën këtë proces, po e bën me shumë ngadalësi. Dhe ajo që vjen të re është se për fatin e keq këtë situatë nuk po e administron ashtu siç duhet, ai që është lideri i kësaj pune, trajneri Duro. Nuk e njeh mirë gjendjen, apo ka një lloj pasigurie edhe vetë tek deklaratat kontradiktore të dhënë prej tij në 2 ndeshje më parë, sepse ka një zbehje të asaj që quhet në sport motivim. Skuadra ka kapacitete, po i mungon motivimi. Gjë që paradoksalisht nuk ecën me logjikën reale të aftësive dhe mundësive që ka skuadra kavajase. Fatmir, faleminderit për këtë opinion që dhe, për këtë përshkrim që i bëre situatës. Pyetja ime e fundit deri në momentin e datës 25, si po shkojnë përgatitjet për 100 vjetorin e Besës? Ne sonde në rrugë jo profesionale si ju si televizion, kemi bërë një telereportazh nga një makinë e një kolegu ton për të përcjellë atmosferën, jo vetëm të qytetarët Kavajës, po për ta shpërndar atë shumë gjerë se kaq. Kemi parë reagime të mrekullueshme dhe do të thoja që sonte festa jonë ka filluar, edhe pse me keqardhje e themi, kjo skuadër aktuale është shumë larg atmosferës së kësaj feste që e don kaq shumë populli i Kavajës dhe këta lojtarë që luajnë tani te Besa, as pak nuk e ndjejnë. Faleminderit Fatmir Efica. Faleminderit, do të jemi përsëri së bashku, natyrisht do të jemi në festë, do të jemi edhe në lidhje të tjera të 24 mos harron që është përballës. Po, më kujtoi Ildi Merolli. Kemi Skënderbeu. Jo, 24 kemi Skënderbeu, thot Ildi, Skënderbeu Besa. Urojmë që mos ja aprishim festën, por futboller, nuk e di. Ta kenë të shkruar fitoren e parë tek ne. Fatmir, nëse do të jesh në Korçë së bashku, siç jemi këtu në panel, do të takohemi dhe ta ndjekim së bashku këtë ndeshje. Kam të pamundur të vija të ditë, sepse kemi disa veprimtari me veteranët, ku është turneu Besa, Apolonia, Teuta dhe Ignatia, ndaj dhe ju kërkoj ndjesë për mosardhjen, se nëse do të vija sigurisht, edhe miqtë e studios tuaj, përveç jush, do t'i kisha në një kafe pune që mes miq shijon shumë.
Faleminderit Fatmir Evica, na shijuan fjalët e tua pikërisht këtu në emision. I mrekullueshëm si që thje kolegu ynë nga Kavaja Fatmir Evica. Natyrisht është ikon e gazetarisë, por duket sikur drejt asaj pandush gëzimit të 100 vjetorit të Bezës është pak ai dërimi që Beza nuk po ecë, por ajo që më bëri përshtypje, do ta fjalën ty derisa regjia të më lidh me një tjetër Fatmir, pikërisht fakti që tha vetë trajneri nuk është ai motivuari, domethënë nuk ka motiv ose është pak i ndrojtur, i tërhequri dhe nuk po gjen dot të motivojë këtë ekip, por në një të kohë dhe Fatmiri ka thënë në lidhjet e tjera që sa më shumë futbollistë Kavajës të kemi aq me grinte do të aq më shumë do ta duan këtë fanel. Pa diskutim. Ngjarja e 100 vjetorit është një event shumë i rëndësishëm për sportin e Kavajës, për futbollin. Jo, tregon dhe historinë e futbollit. Është pa diskutim, është një nga emrat më spikatur të futbollit shqiptar, të paktën deri në vitet 90 Beza ishte në nivele shumë të mira. Për atë që më pyetet për trajnerin Durrë, mos ndoshta ndryshimi nga 2 herë në vit i çdo trajneri me nga një ekip ka bërë që dhe aftësitë profesionale të trajnerëve të kuren, ose ajo logjika e kthjellët të trajnerëve të soset, ose të soset një, ose e vajtja vetëm në këto ekipe, të me thënë trajneri Duro, vajti në Besa në kategoritë pare, nuk është si trajneri Gjoka që ra ekipi dhe ajo për shumë arsye që ndroi për ta ngritur. Kjo tregon që ka një disbalancë tani me këtë trajner dhe me trajnerët e tjerë shqiptarë është për të ardhur keq kjo çpërfytyrim që po ndodh me trajnerët shqiptarë që brenda vitit lëvizin nga 2-3 ekipe dhe nuk gjejnë fjalët e dura, nuk gjejnë motivimin e dur, nuk gjejnë ngrohtësinë e dur, kudo që vënë këta trajnerë shikohen si humsa, jo si fituesa. Dhe është Ke një koment? Po duke se... Nuk që keme facët, për të më falësh, por kam një të ftuar special sot, e kam pikërisht Fatmir Zhuzhin. Fatmir, mirë mbrëma. Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Ka për shkëpja e largët ka Fatmir Zhuzhin në këto momente. Shumë faleminderit, ju përshëndes panelin. E pra kjo është Rëtëshë Korça ka gjërësi, natyrisht na vjen mirë që kemi një gazetar, një ikon të komentit siç jeni ju, natyrisht edhe i mediave të shkruara. Çfarë thot Korabi? Më bën një analizë të ekipit të Korabit. Përshëndetje, ekipi i Korabit Peshkopis ka që në sezonin 2014-2015 që merr pjesë në kategorinë e parë, duke përjashtuar sezonin 2015-2016 që ishte në Superligën shqiptare dhe nuk arriti do të mbijetojë. Dhe tani vazhdon të qëndrojë në kategorinë e parë dhe këtë sezon po shfaqet mjaft mirë deri në këto 7 javë kampionat. Po. Pozicioni është pozicion i këndshëm i pranuar. Për momentin sipas stafit teknik dhe atij drejtuesi janë të kënaqur me këto rezultate deri në këto 7 javë kampionat, ndonse presin dhe më tepër nga lojtarët e rinj që janë afruar këtë sezon te Korabi. Cilat janë funksionimet e Korabit në këtë sezon? Sipas stafit, siç e theksova më parë, jemi të qëndrojmë me këmbë në tokë dhe të ecim me hapa të ngadalta për të mos rrezikuar play-offin. Ndërkohë, si e shikon këtë kategori të parë me një Skënderbej që kryeson, një Skënderbej surprizë apo një Skënderbej që natyrisht është në vendin e dur? Kategoria e parë të sezon, jo këtë sezon, po ka vite që është më ashpër se Superliga shqiptare dhe Skënderbeu nuk e meriton që të jetë në kategorinë e parë, por i tillë është kampionati, formula e kampionatit si e Superligës edhe ashtu, dhe sezon Skënderbeu duhet jetë ndër ekipet më të mira, siç na ka pas nderuar në Kupat e Evropës. Kë shikoni pas Skënderbeut? Skënderbeu dhe Laçi janë pretendentë kryesor për ngjitjen në Superligë. Po Gradecin? Po Gradeci ka olacione të shumta pasi me largimin e trajnerit Mema dhe ashtu ka luhatje. Po, Fatmir, të lutem, largohu pak nga kamera, sepse atje të lutem, po. Atëre, ajo që më bëri përshtypje dhe ne diskutuam para se të fillonte emisioni, ka të bëjë me faktin që kemi edhe ekipin e voleybollit Korabit. Këtu kam Pandush Kapedanin, një ikon të voleybollit korçar, por më bëri përshtypje pra fakti që kemi dhe Korabin këtë sezon në ekipet më të mira të voleybollit shqiptar.
Gjithmonë Korabi ka pasur një ndër ekipet e voleybollit më të mira të voleybollit shqiptar, duke ndeshur me Dinamon e famshëm të asaj kohe, ndërkohë që Korabi dhe drejtorët e çifti Lala, Bajindjeri Bashkim Lala bashkë me bashkëshorten e tij dhe pat një sukses tepër të madh. Këtë sezon, falë trajnerit aktual që është zoti Femi Bulku, ka arritur që të sigurojë ngjitjen në një kategori më sipër, por për burokracit, me thënë të drejtën, Pallati i Sportit Bashkim Lala jeton akoma në gjendje të miruar pasi i mungon parketi, është prishur. Padush, Do të premtime ka pas nga ana e drejtuesve të bashkisë dhe deputetëve, por akoma nuk është bërë gjë. Ja një opinon nga Pandushi. Pandush Kapetani, besoj natyrisht një ikon të voleybollit, ju e njihni. Mbrëma. Mirëmbrëma. Unë ju uroj suksese Shumë faleminderit. ekipit të voleybollit. Bashkim Lala ka qenë një nga emrat e spikatur të voleybollit shqiptar që bashkë me bashkëshorten kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm ato vite në voleybollin shqiptar dhe ekipi Korabit ishte gjithmonë në majtë të voleybollit. Dhe ishte shumë vështirë të luajë ndeshjen kundër Korabit, sidomos ndeshjet brenda në Peshkopi. Pra, duket Dhe është për të ardhur keq që një emër kaq i madh, jo s'ka terren thotë. një emër kaq i madh si Bashkim Lala ka ta ndisë që Pallati i Sportit të jetë pa parket. Kjo është një mungesë serioziteti nga ana e bashkisë, nga ana e njerëzve që janë përgjegjës për këtë. Emri i tij duhet të nderohet për atë që i ka dhënë voleybollit të qytetit, për atë që i ka dhënë voleybollit kombëtar. Dhe pse ndoshta ekip mund të mos ketë, por Pallati i Sportit duhet të jetë dritë kur i thon një fjalë. Po. Ju kërkoj ndjesë për ndërprerjet, është një super pallat, ka marrë edhe emrin e të milionit Bashkim Lala ai pallat, por fal neglizhencës së drejtuesve aktual, parketi është i prishur. Okej, Fatmir, unë po hap tek ky emisioni jonë, natyrisht kam edhe rubrikën nostalgji. Por mua më pëlqeu sot ta fillonja nostalgjinës sportive me atë që ju dini të bëni mirë për të, nuk është thjesht një imitim, nuk është thjesht diçka e veçantë që bëhet nga ana juaj, por është një kujtesë për ato zëra që ndofta disa i kemi, disa nuk i kemi, por do të deshim të dëgjonim si në radio, si në televizion. Unë do desha nga ju, natyrisht me atë mënyrën tënde, të më thoni atë që sot thash do të kemi një gjë të veçantë në emision. Po Fatmir Xhuzhi. Ju falenderoj, do mundohem që të sjelli ato emocionet të para viteve 90. Po. Të nderuar dëgjues të Radio Tiranës, mirëdita dhe përshëndetje. Sot të luhet java e 5 të kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë e parë. Shkojmë linjë në Qemal Stafa, aty ku ndodhet i madhi Ismet Bellova, sa bëndoroi Partizani, linja për ju Bellova. Pranver, me të vërtet pranver e bukur sot i shqari, ku s'ket të hedhësh edhe kontrën e Mollës. Stadiumi është mbushur plot e për plot me spektator, ndërkohë që skuadrat kanë zbritur në fushën e lojës. Është 17 tetori me bluzën e tij bardhë blu dhe me brek të bardha, ndërkohë Partizani është i tërë të kuqe. Aksioni i bukur i skuadrës Partizanit është Oceli, e ka përcjell atje për tek Agalliu, ka Deryr dhe Baçi, ja ka marrë topin, kërkon tenis dhe mingën, Kroz prej zonës, Kola ka goditur, por pret portieri për Lat Musta. Faleminderit Bellova, kalojmë linjën në Pojokushi. I tash morda mësha dha sekonda e 45 i tur Shkodër sa luan vakaton e ka goditur sa e fortë por e luarasi bën mrekulli duke nxjerrur topin në goditje Kondi. Kalojmë në Korçë, Skënderbeu i Likuqe Pogradeci. Ishte strato bërda, ai që ka goditur, por portieri Pogradecare, i liçenorve ka pritur bjashmirë, ndërkohë që është përgjigjur dhe Çekiçi. Linja kalon në Dibër në Peshkopi. Homo shkretën tha se ka gjimësore si të kërkej linjën, tha e si të badon. Linjën ka bërda Peshkopi. Imprekullosh. Skuadra e Korabit ta ka bënja 3 proporcime. Në porta ka fajt Bosnë Xhamiri, me përforcu mes të afus, ka fajt sa 2 votat e zhetonit 3 metër di pallosa. Dhe topin e kërë I mos i Fatmir Xhuzhi. Fatmir, dëgjoj, do të thotë kjo është pjesa
Ne, do me thënë me të vërtetë kishim pak humor në studio dhe me të vërtetë ishte shumë e bukur, por kjo është pjesa e kujtesës padysh. Po, pa diskutim. Do me thënë i ka sjell figurat, do me thënë me atë që ne jemi rritur, i kemi dëgjuar. Ne jemi rritur me këto komente, me këto dhe po ta dukshë sikur po i përjetonim nga e para. Faleminderit shumë Fatmir Zhuzi. Romeo, edhe një lidhje në qoftë më lejohet. Po. Një komentimin e ndeshjes Shqipëri-Greqi në 2004 në stadiumin që Mastafat, një komentator grek. Po, pak shpejt lutem. Files ke fili kalispera i mas të mes të stadio sot që Mastafaj mesaj i stin Albania pupezi e fliki Albania me tine fliki dhe kimas. I balla i dhe statira të mërfila ka foto strakoqa. Të dhini punim magriaja të mirta, dhe dorina të pjani e Kazorani, na të gjithlaj balla tiso. O mos o murati me to qefalja e në mbidhen jatus Albanus. Peri fëtja stadio të që mëllon. Falenderoj Fatmir, jemi pregullueshëm. Natyrisht padysh ka qenë emocionet jashtëzakonshme të asaj kombëtare shqiptare. Faleminderit Fatmir Zhuzi. Të falenderoj. Shumë faleminderit për ju, mirëpafshim. Dhe do jemi përsëri së bashku në lidhje të tjera. Brendon, ju nuk keni përjetuar, ne me pandushin i kemi përjetuar këto emocione që natyrisht Ç'është i brezash ajo se Ismet Bellovën e kemi arritur shumë vonë kur ishte në fund karrierës. Kjo ishte pjesë histori padysh. Kemi tonte në Korçë, këtë doja të dija vetëm. Ë? Kemi tonte në Korçë. Mo jo. Ty jo, prandaj Vladimir Gjela. Po. Natyrisht kjo është pjesa natyrisht që ne do të sjellim her pas here histori dhe e sollëm sepse jemi ne këtu dhe po e sjellim për të gjithë zërat e radiokronistëve, të cilët kanë transmetuar dhe Fatmir Zhuzi na e bëri një gjë tillë. Ne do të kalojmë tek voleybolli, por më njëherë për mungesë kohe do të lidhemi shpejt me Edona Kallundrën, voleybolliste në ekipit të Pogradecit. Padush, mi përmbledh pak derisa të dalë Ediona, fitore e ekipit të Pogradecit ndaj ekipit të Tiranës, një prej ekipeve pretendente, fitore Dinamos ndaj ekipit të Skënderbeut. Ta nis nga Pogradeci apo ta nis nga Korçë? Çfarë duash? Po ta nis nga fituesi, po nis nga Pogradeci. Po. Pogradeci ka treguar këto 2 javë që ka bërë një rritje Ka mundur Skënderbeun? Ka mundur Skënderbeun. Ka fituar ndaj. Por un po them për cilësinë e lojës. Po. Ka bërë një rritje, ka bërë një hap të madh në cilësinë e lojës, sepse ndoshta Skënderbeu i para një muaj nuk ishte Skënderbeu që është sot. Skënderbeu shumë më mirë sot sepse para një muaj, por kështu dhe ekipet e tjera. Pra shikoni rritje? Unë shikoj rritje në ekipi Pogradecar, far punës të mrekullueshme të 2 trajnerëve, Besnik Lisha dhe Sajmir Dragojt, ka arritur një nivel shumë të mirë dhe duke vendosur veten si favorit kryesor për fitimin e titullit. Një ndihmës të madhe ju jep dhe salla e Pallatit të Sportit në Pogradec e mbushur plot që mungon në Tiranë. Në Tiranë nuk mund ta gjesh këtë atmosferë që mund të gjesh në Pogradec dhe në Korçë. Kjo jep një ton tjetër. Ka të rikonstruktuar. Dhe kjo jep një shikoj një ndeshje Dinamo Skënderbeu në Fark, një ndeshje që do të thënë po s'kishte spektator. Gjersa është pa spektator, loja bëhet për spektator. Dhe kjo i motivon të dy ekipet. Kjo i motivon të dy ekipet, ndërsa për ndeshjen Okej, pandosh, do të kalojmë tek ndeshja, por me që jemi tek Pogradeci, në këtë moment e kam Edona Kallundrën në linjë të drejtë për drejtë. Edon, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si ndjeni tani që keni mundur Skënderbeun, keni mundur Dinamo, keni mundur dhe Tiranën, duke që tani Pogradeci kanë vënë kandidaturën për titullin kampion? Patjetër, është një gjë që e kemi dashur shumë, kemi punuar vazhdimisht ndeshje pas ndeshje për këto ndeshjet e forta me Dinamon, me Tiranën, por që ndjehemi mirë, ndjehemi si në vend të parë, një fillim i mbar, gjysma e punës, por që kemi dhe një ndeshje për ta finalizuar, po them, këtë gjysmë sezonit të parë si në vendin e parë. Pastaj janë kupat e tjera të gjitha. Ndeshja e ardhshme me kë është Edion? Ndeshja e ardhshme është me Partizanin në Tiranë, luajmë të shtunë, që është një ndeshje prapë është një ndeshje që i jepet rëndësia dur, Partizani ka eksperiencën me lojtarë shqiptare që kanë vite që luajnë bashkë, nuk duhet në vlerësuar në asnjë moment, dhe ne nuk e në vlerësojmë asnjë lloj kundërshtari, por që në Tiranë ikim për një fitore që ta sigurojmë vendin e parë dhe pastaj të merremi me kupat e tjera që vijnë pas. Edion, unë me sa kam parë të paktën, shikoj një Pogradec në rritje. Do ma pranoni këtë që po them? Po,
Dita ditës, ne bëhemi akoma më shumë një skuadër, merremi vesh shumë më mirë tashmë me njëra tjetrën, kemi kuptuar lojën e njëra tjetrës, pasi që ndryshe nga viti i kaluar, këtë vit është komplet një skuadër tjetër me lojtarë të tjera, por që besoj shumë që kemi treguar që ja kemi dalë dhe për një kohë kaq të shkurtër që kemi treguar rritje që nga Kupa e Federatës, që nga ndeshje pas ndeshje, besoj që deri në fund të sezonit ky Pogradec do jetë i pandalshëm. Edion, do të le pak momente me Pandush kapetanin për të thënë diçka ose nuk e di çfarë komente ka Pandush. Pandush ke Ediona Kallundrën. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma profesor. Sini. Urime dhe suksese të mëtejshme. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Më bëhet qefi që keni këtë ecuri pozitive. Juve ndeshjet e vështira i kaluat, por siç e thatë dhe ju, duhet vlerësuar shumë dhe ndeshja me Partizanin. Megjithse Partizani qëndron disa hapa poshtë katërshes kryesuese, pavarësisht se mund të jetë në vend 5, por është disa hapa prapa. Gjithsesi kjo nuk duhet t'ju bëjë që t'ju ulni vigjilencën dhe t'ju ulni ritmin e punës. Pastaj nuk besoj që trajnerët që keni të jenë kaq që të mos e kuptojnë rëndësinë e kësaj ndeshjeje, sepse duke njohur shumë mirë të dy trajnerët që keni, besoj që të japin zgjidhje edhe kësaj ndeshjes me Pogradecin. Gjithsesi, ajo që Pandush, jo vetëm kaq, çfarë ke për të thënë ndonjë gjë të veçantë që nuk shkon tek Pogradec? Atë gjë nuk mund ta bëj dot sepse nuk të vuri në pozicion tjetër. Jam në një pozicion tjetër, unë vetëm suksese mund t'ju uroj. Personalisht kur takoj profesor Lishën ose profesor Dragojn mund t'i them diçka, por kështu jo, kam pamundur. Edion, me sa kuptova keni diçka. Pandushi është gjithmonë, unë kam pas shumë pak të servitem, shumë pak të servitem me profesor Pandushin në një fillimin kur dolët kampion të karrierës së Skënderbeu, por që është vërtet një njeri shumë pozitive dhe pavarësisht po pati ndonjë kritik nuk preferon të na i thotë në publik. Nuk ta bëj kështu. Okej, atëherë Edion unë po të bëj unë një pyetje të drejtë për drejtë. Ku janë anët pozitive dhe çfarë do të ndrejsh më shumë Pogradeci? Pra, kush trajneri më shumë kritik me ju? Pogradeci do vazhdoj dhe të rregulloj disa gabime që bëhen nga mos Konkretimi i ekipit? Momentin, duke mos njohur shumica lojtarëve ekipin kundërshtar. Dhe gjithashtu dhe bashkëpunimi që ne çdo ditë më shumë po njohim njëra tjetrën. Është shumë vështirë që të luash volejbollin dhe të luash me njerëz që s'ke luajtur ndonjëherë më përpara dhe të fitosh. Por që besoj që ja kemi dalë shumë mirë që është meritë e trajnerëve. Siç e tha dhe profesor Pandushi që janë dy trajnerë shumë të mirë dhe shumë të nderuar. Por edhe ne gocat që jemi të gjitha në një nivel shumë të lartë, po them, profesionalizmi dhe secila ka një qëllim të qartë që këtu është vetëm për të punuar dhe më besoni që kam fatin të jem këtë vit prap me një grup të mrekullueshëm të vajzave serioze që çdo ditë më shumë po rritemi dhe po tentojmë që të arrim çdo gjë bashk. Është një gjë shumë e rëndësishme që nuk ka vajza që dua të dalin si egoiste ose si unë më mira, por çdo gjë duam të arrim bashk. Për këtë gjë mund t'ju garantoj. Okej, Edion, por që dita ditës jemi shumë optimiste për të ardhmen dhe besojmë që ndeshjet e tjera do më pak gabime dhe duam t'i fitojmë akoma dhe më lehtë të japim një spektakël akoma. Janë të bukura kur janë në vështirësi, janë të bukura fitoret. Edion, faleminderit për të lidhje që kemi pasur së bashku, natyrisht ne do të flasim. Faleminderit dhe juve. Gjatë gjithë edicionit. Ishte Ediona Kallundra, volejbollistja e ekipit Pogradecit, ndërkohë që regjia më bën gati lidhjen tjetër të radhës. Pandush, besoj se ja u merr fjalën të treve këtu për të thënë diçka tek ajo që lamë tek Skënderbeu. E thash dhe ishte Dinamo Skënderbeu. Ishte Dinamo Skënderbeu. Po ishte e bukur me ajo koja me këtë shumë e bukur. Ishte dy trajnerë që punuan. Ja dini kështu njëri tjetrin ato i letë. Besoj që ja dini njëri tjetrin sepse kishin 3 vjet që punonin bashkë, rinin bashkë. Punonin bashkë, rinin bashkë. Po nga njerëz që profesori si tregon të tëra.
Shiko, varet nga nxënësit. Profesori kur nuk tregon tëra, varet nxënësit sa i zgjuar, nxënësit vetë ja vjetër se po mos vodhen, nuk tregohet. Nuk tregohet të gjitha. Gjithsesi unë bisedova dhe me trajnerin e Skënderbeut, edhe përpara ndeshjes, ndofta një javë si sot kam qenë me atë dhe më tha disa mendime se si do të luante me atë. Gjithsesi unë jam i kënaqur nga ajo që çfarë paraqiti ekipi i Skënderbeut. Në fundit është Dinamo dhe është një ekip shumë i investuar me lojtare shqiptare, kurse Skënderbeu është për të përgëzuar për hapin e madh që kanë bërë lojtarët e reja të Skënderbeut dhe unë besoj që në mars, prill do flasim për një Skënderbeu tjetër, ato që më kanë parë syt. Urojmë të shpresojmë të jetë ashtu, por çfarë mendimi ka Gjergj Vyshka, të cilin e kam në linjë të drejt për drejt. Vyshk, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe mirëmbrëma dhe të ftuarve që kemi në studio, veçanërisht profesor Fondush kapitanit. Mirëmbrëma. Shpresoj që të mos jetë mërzitur pas humbjes së Liverpoolit. Sa shpejt e kalove shumë. Vyshk mezi po prisje më të dilte Pandushi në studio dhe t'ja theshe këtë sepse në sezonin e kaluar keni debatuar të dy shumë, po kur të kenë ndonjë në studio, kur të vish ndonjë në kosh i ftuar të në studio për të qenë drejt për drejt në emision. Unë nuk e di ç'mendim ka tani për Arni Splutin. Të them të vërtetën. Po Vyshk ma more skenarin, jam miku emisioni. Miku emisioni, ma more. Nesër në qoftë se kryeredaktori më vërejtje ti do ta mbash. Hajde. Mirë, më po nesër tash le dalim drejtë në temë, unë e di që ju dhem voleybolli. Po, Vyshka, shko, Vyshka gjon një minutë lutem. Ne kemi qenë lidhjet e mëparshme dhe më ke thënë duhet të shikoj pak një panoramë dhe mund të flas më vonë. Tani jemi tek ai moment që mund të flasim një panoramë për konturimin e ekipeve të cilat pasi ndeshje përfundojnë në fazën e parë. Një opinionin tuaj, një komentin tuaj Vyshka. Shiko, ajo që po më habit të them të drejtën është performanca e Pogradesit. Pse? Pse apo habitesh? Çfarë ka? Besoj dhe në një farë mënyrë nuk e prisja që Pogradesi fitonte kaq lehtë me Tiranën në këtë javë që sapo kaloi 3-1, aq më tepër që vinte nga një sfidë shumë rrashkapitëse me Dinamo. Do thotë që kaloi Dinamon, kaloi Tiranën dhe unë besoj që në të paktën për fazën e parë është mbi skuadrat e tjera. Megjithatë kemi fazë të dytë, ndoshta edhe duke u ndeshur me njëra tjetrën, pozicionet e skuadrave në renditje do të jetë këto edhe pas 7 javëve të fazës së dytë. Pra, Pogradesi Dinamo që kualifikohen direkt për në gjysmëfinalen e play-offit dhe 4 skuadra e tjera, Tirana, Skënderbeu, Partizani, dhe ndoshta një midis Vllaznisë, Teutës së Korapit për të plotësuar 2 gjysmëfinalet e tjera. Nuk ka pse se dëgjova dhe profesor kapitan, nuk ka pse të dekurajohet Skënderbeu, në fundit është mundur nga Dinamo, por të jeni të bindur që edhe Skënderbeu është aty në valle pavarësisht largimeve për të qenë brenda skuadrave të parë të renditjes. Shpresoj që të mërkurën të shoh një tjetër Skënderbeu në voleybollin e meshkujve përballë Skënderbeut, përballë Studentit, megjithëse do të jetë sfidë vështirë në salën olimpike Fetiborova. Shpresoj që nesër të paktën kemi një përgjigje pozitive dhe për ta transmetuar atë sfidë për gjithë sportdarësit në orën 15 nga salla olimpike Fetiborova. Faleminderit Gjergj Vyshka për opinionin që na dhe dhe për mbledhjen që bëm. Natyrisht do të kemi kohë të debatosh me Pandush kapetani për Liverpoolin, pasi nuk i kapëm po sot, kishim një emision shumë të gjeshur, kështu që unë ja u le debatin të hapur të dyve, kur të kem Pandushin gjithmonë do të dërgoj një ftet. Vazhdoni do të ta shkruaj mendimin tim në mesazh. Për slotit do ta shkruaj. Mos e bëni kështu publikisht. Faleminderit Gjergj Vyshka, gazetari i RTS Sportit. I RTS Sporti ishte me ne. Ne do të kalojmë në këtë çast të fundit tek kategoria e dytë. Do të kemi një lidhje, regjia më bëgati, ndërkohë që fjala është për Ildin. Kemi fitoren e ekipit të Maliqit në transfer të shkumbinit 1-3. Po, një fitore besoj shumë e bushme për sa i përket e ecurisë së Maliqit, pasi kishte përballë skuadrën e Shkumbini që vinte me objektiva madhore këtë sezon. Madje orët e fundit Shkumbini ka shkarkuar dhe trajnerin Lorenz Pasha, i cili dhe trajneri i parë në kategorinë e dytë pas 3 javësh, duhet ta theksojmë. Mos ke ndonjë pasim tjetër? Jo. Informacion? Jo, besoj kjo ishte. Ndërkohë që për sa i përket Maliqit ka hyrë në atë
rrugën e dur dhe duke se ky sezon ka nisur me ambicie, por besoj që prova e së vërtetës do jetë ajo e ditës së diel ndaj Partizanit B. Besoj Partizani B është ai rivali për të mundur në këtë sezon të grupit B të kategorisë së dytë, pa lënë Mënjan këtu, edhe skuadrën e Orikumit, Bylisin B, por edhe Butrin. Pra këto shikon si ekipet që natyrisht të mund të jenë në pretendim. Dy fjalë edhe për ekipin e Devollit, realisht jam shumë i zhgënjur nga paraqitja e Devollit, humbja 5-0 ndaj Partizanit B, madje me një lojtar më pak Partizani B për një pjesë loje më ka befasuar. Prisja më shumë nga Devolli këtij edicioni, pasi ka lojtar me mjaft eksperiencë në kategorinë e dytë, por le të shpresojmë që të jetë thjesht një moment për skuadrën bilishtare dhe duke filluar nga dueli ditës së diel me Orikumin, të vijë edhe ajo përgjigja e dur për të qenë edhe Devolli pse jo në atë vallën e peshës së parë. Brenda? Ajo që më bën përshtypje në këto 3 javë të para, pasi Maliqi ka luajtur 2 javë, se javën e parë ishte pushim, Devolli në 3 javët e para 2 humbjet i ka të dyja me goleadë. Okej, në Delvin për arsye të tjera 4-1, po 5-0 dhe me 10 lojtar nga Partizani B, sado që ka një pjesë të rezervave të skuadrës parë të Partizanit. Nuk duhet kishte këtë disnivel. Nuk duhet kishte këtë disnivel sado në kategorinë e dytë, sado që luajë ndeshja në Tiranë. Sepse siç e tha dhe Irdi, Devolli nuk është një skuadër me djem të rinj pa eksperiencë dhe vjen aty në Tiranë besoj tremben nga fanella apo nga emri Partizanit. Të paktën nga informacioni që unë kam edhe Devolli natyrisht ka pasur pretendimet e veta me një gjyqtar femër, nuk duhet paraqikohen se është femër, por që gjithsesi po erdhi çdo javë me pretendime Rumi. Gjyqtar, jo, domethënë të paktën është që nuk arrit do të menaxhonte atë. Rezultati 5-0. Rezultati 5-0 nuk u le për interpretim. Ja, me karton të kuqe kanë nxjerr kundërshtarin. Ndërkohë që regjia mund të më bëj gati dhe lidhjen e fundit, pra që kam vetëm pak çaste dhe për të parë këtë kategori. Mendoni tani Ildi ose Petrika, më shumë shikoni ekipin e Maliqit si një ekip pretendent apo shpejt për të thënë, sepse janë vetëm 3 javë e para? Doja të prisja edhe disa javë, unë jap pak vonë në këtë opinionin tim ose mendimin tim, derisa të shikoj që do më bindin, po me sa duket do të ketë garë shumë të fortë edhe në kategorinë e dytë, po shikojmë ekipet, nuk i prisja kaq mirë këto ekipet B. Dhe Partizani e tregoi veten që ishte një ekip pretendent. Çfarë ndodhi tani? Partizani luante me trajnerin e ekipit ta, duhet ta. Po pra, tani çfarë ndodhi? Ditën e diel Partizani luante ndeshje, kishte ndeshje në transfer. E kishte justifikimin s'kemi fush. Sot rikthej dhe përsëri është gjen fush dhe luan. Kjo është një mundësi që u dha atyre të futbollistëve të ekipit ta për të pasur këtu tek ekipi B. Kjo është e padrejtë, pasi klubi Devolli nuk duhet të pranojë. Këto janë çështje do të ndalosh me rregulloren. Është tek ekipi B, është tek ekipi A. E njëjta gjë ndodh dhe me voleybollin e meshkujve të femrave. Shumë lojtarë luajnë të shtunë me ekipin e të rriturave, të rriturve, të dieli kanë ndeshje me kampionatin e të rive që është. Kjo është jashtë. Okej, të lutem pak më shumë, kemi një lidhje me Abdullah Dushkun. Mirëmbrëma Abdullah. Mirëmbrëma. Keni ndjekur dhe keni komentuar ndeshjen ndërmjet Devollit dhe Partizanit B. Çfarë ka ndodhur? Ju përshëndesim të gjithë, respekte për panelin, sidomos për profesorin ikon në voleybollit Korçar, zoti kapitani, dhe të gjithë kolegët e tjerë. Po. Në ndeshjen e sotme mund të them se unë në Devollin pothuajse e kam ndjekur gati në 5 ditë diferencë kohe. Edhe në ndeshjen kundër Kastriotit në kupë, po ashtu edhe sot në kampionat ndaj Partizanit B. Duhet të them që pam një Devoll me 2 tablo krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra, një Devoll agresiv, fizik, potencial në ndeshjen e parë në kupës kundër Kastriotit dhe një tjetër fytyrë në ndeshjen kundër Partizanit që ishte pak sa i pa harmonizuar nga skuadra dhe psoj një disfa të thellë 5-0. Ishte më shumë merit e Partizanit apo dobësi e Devollit ky rezultat, Abdullah? Mund të them pak a shumë të dy anshme, pasi edhe Partizani ka një ekip shumë të fortë, pasi ishte edhe i përforcuar me 2-3 lojtarë të ekipit të parë, po kështu edhe skuadra e Devollit vinte pak si e lodhur nga ajo ndeshje dramatike me Kastriotin, dhe ndoshta këto të dyja ishin faktorë që mund të bën këtë diferencë në këtë ndeshje të sotme. Abdullah,
Dhe po diskutoni pak në studio, por ne arritur një konkluzion që nuk është shumë normale dhe arsyeshme. Tani Partizani A zhvillon ndeshje, Partizani B e shtyn për ditën e anë, merr disa lojtar nga Partizani A dhe thot ai të luajmë. Si u duket kjo? Kjo nuk është normale, pasi bile se akoma normale nuk është që të luajnë 5 lojtar, ka të drejtë të zgjedh ekipi i A-s tek B-ja, dhe kjo tregohet patjetër që skuadra e Partizanit B do të jetë skuadra që do të ngjitet në kategorinë e parë, pa diskutim, sepse disniveli ndërmjet kategorisë superiore dhe kategorisë dytë është shumë i thellë, edhe kjo bën që të ketë edhe diferenca në lojë. Faleminderit Abdullah, faleminderit për opinionin tuaj që më dhe për ndeshjen natyrisht. Respekte dhe përshëndetje të gjithëve. Faleminderit. Natyrisht jemi në çastet e fundit, minutat e fundit, u ngrit një çështje por që ne edhe mund ta diskutojmë. Domethënë vjen 5 lojtarë thot Abdullah nga ekipi A, shkojnë dhe luajnë me rregullore. Rregullore a Romi s'ke çaj bën. Ore, më kupton, unë nuk po them që kam përdojnë gjithë jashtëligjshme. Unë them, a ka moral, a ka si të thua një farë. Nuk është drejt, e prish garen. Pra, si më duhet qytet garë. Tani dhe Byli si do marrë, pas nesër Byli si do marrë, Teuta B do marrë, Dinamo B. Kur t'jetë Skënderbeu B, si do bëj? Si? Kur t'jetë Skënderbeu B, si do bëj? Jo, më t'jetë Skënderbeu B, le ti dhe të rria Nuk kemi pse hymë në këtyre. Është në rregullore apo është rregullore? Si e ka moralisht një dhe dyta, si e ka shumica e shteteve europiane? Po, ka vende që kanë mikse, shkurtimisht po them, për shembull, Spanja ka problem sepse s'ka kampionat U21 të rinj natë, për shembull, skuadra e trinjve të Realit dhe Barcelonës detyrohen të luajnë në kategori të tretë. Okej, kjo është një temë që ne kjo është një temë që do shumë diskutim dhe ne ta kapim se nuk është aq e thjeshtë profesor. Në emisionet e tjera pasi dhe minutazhi jon ka përfunduar. Faleminderit Pandush kapitani. Faleminderit Brendan. Ildi, faleminderit. Faleminderit gjithë ata që punuan sot në studio me mua, kameramanët dhe teknikën e transmetimit. Një falënderim kredi veçantë për të gjithë ju shikues që i qëndroni besnikë të RTS Korçës. Edhe një herë, në fund të emisionit ju kujtoj, nesër luan Skënderbeu me Aston Villa pikërisht për U19 të gjithë stadium në orën bëhet ky takim. E natyrisht jemi në çastet e fundit dhe nuk më ngele gjë tjetër, veç aty uroj të gjithëve një natë të mirë.